Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 5 maj 2026 ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme, si zakonisht në orët e para në 2 orët e para të këtij mëngjesi. Do të qëndrojmë sërish bashkë duke u përpjekur për të përcjellë disa prej zhvillimeve dhe ngjarjeve kryesore të orëve të fundit përmes faqes sonë web itoranews.tv. Do të kthehemi pas pak minutash në komunikim të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi në oranews.tv po na vrasin për herë të dytë gjyshi i fëmijës 6 vjeç që humbi jetën në Durrës bën fajtor nipin tim. Karamuço pas tragjedisë në Durrës, deputetët të ndërhyjnë me ligje të ashpra për fenomenin. Aksidenti tragjik në Durrës, Hoxha, skenar që mund ishte shmangur, shoferi shkelës sistematik. Gjyqi pafund i dosjes Shullaze. Pesë viktima dhe 10 aksidente brenda 3 ditësh. Kola, ngjarja e Durrësit tregoi se asnjëri prej nesh nuk është i sigurt. Ma kishin bërë copë rrëfimit rënditës si mamas e njërit prej fëmijëve që humbi jetën në Durrës. Gjykata e lartë ndryshon praktikën për arrestin me burg. Karanja tregon se kush përfiton nga vendimi i ri. Pasuritë ngrira të klanit Xhopja që si prek askush. 23 viktima për 3 javë nga aksidentet, eksperti alarmante bilanc lufte. Emri, kush është taksisti që u gjet i pajet brenda një makine të Xhaku, dyshimet. Fenomeni i shkeljeve rrugore softa pa teknologji dhe kontroll, aksidentet nuk do të ndalen. Shpërthen HIV, smjekja Dollenberg, infektimi s'ndodh vetëm përmes kontaktit seksual, por nisin pulimet e kuventit, parlamenti mban një minutë heshtje për tragjedinë e të miturve në Durrës. Zjarrin kompleksin Kika 1 arrestohen 2 vajza që kishin marrë shtëpinë me qira. Aksidenti tragjik në Durrës, Këshilli i Medias, raportimi i ngjarjes se onoron etikën. Emri të dënuar për trafikant për narkotik në Shqipëri dhe Itali, arrestohen 2 shtetas në kërkim në Tiranë. Prindrit e një prej fëmijëve që humbi jetën në Durrës e morën vesh lajmin nga televizor. Aksident në Durrës, banori në këto rrugë zhvillon gara, policia nuk ka marrë masa. Shkelja me tenderin 700.000 euro dështon seanca e parë ndaj kryebashkiakut Benet Beci. Personi në hetim është i barabartë para ligjit. Daci, vendimet nuk duhet të ndikohen posti publik. Si dështoi gjykata e lartë, paraburgimi nuk kishte nevojë për teori të reja, por për zbatim të ligjit ekzistues. Video njëri në parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërme. Rjeti Rajdox, GKK dënon Shpend Sokolin për mashtrim kompjuterik, sekuestron llogarinë në Binance. Tragjedia në Ishkënet, familjarët përcjellin voglushët e ndirë për mbanesën e fundit. Baste ilegale në Tiranë, 3 celular me faqe aktive zbulojnë skemën në lokal, arrestohet 54 vjeçari. Ishkërerët e Kesh dhe Arëshës e Randelezi dhe Gentian Gjyli paraqiten në SPAK. Paraburgimi gjykata e lartë shpall vendimin për njësimin e praktikës gjyqësore, ndryshohen pjesërisht kriteret për arrestin me burg. Një akuzuar nga SPAK për shkelje të tenderit 700.000 euro.
GKK është një seancë për Venet Becin dhe cakton datën 20 maj për seancën e radhës. Motori përplaset në makinën aksin Berat Dimal pasageri fluturon në ajër, në gjendje vdekjen 57 vjeçari. Plagosi me thik 35 vjeçari shpatet në kërkim i riu në Fier në nënhetim bashkëshorti. Aksidenti tragjik në Durrës flasin të afërmit e viktimave, jemi pa fjalë, shteti të marrë masa pasi ishte njoftuar për këtë rast. Konflikt familjar në Cerrik, vëllai merr ekskavatorin dhe dëmton shtëpinë e motrave të tij. Koçi viziton familjet e 2 fëmijëve që humbën jetën në aksidentin tragjik në Durrës. Reagon shkolla ku mësonin të vegjëlit, humbje e rëndë për gjithë komunitetin. Frik nga hakmarrja, policia largon nga zona familjen e Nikola Radacit, që aksidentoi të vegjëlit në Durrës. Qytetarë të shumë ngushëllojnë familjet e 2 fëmijëve. Në kërkim për puç ushtarak i vjen pranga Rinas 67 vjeçarit turk. Ngritë makinën 10 veta dhe nxorën djalin, fshinjët të roditur nga tragjedia i çoja në shkollë me furgon çdo ditë. Porja valet të nxehtit përfshin Shqipërinë, fundjava sjell temperatura deri në 30 gradë Celsius. Kryen transaksione dhe veprime bankare fiktive me vlerë 500.000 euro. Prokuroria e Shkodrës ndërgon në gjyq 4 persona. Në kërkim ndërkombëtar për trafik droga arrestohet 45 vjeçari me 2 identitete, pritet ekstradimi drejt Italisë. Berisha në Spak, i burgosur nga 313 bërtet nga Dritarja, Rama ik, rrodh Berisha. Aksident tragjik në Durrës, reagon shkolla. Rrugët e Tiranës Aren Garash, pas orës 21 Hoxha, policia nuk reagon. Kodi penal duhet ndryshuar urgjentisht. Aksident aksin Fier Vlorë, 2 plagosur pas përplasjes së automjeteve. Ofrohet 50.000 euro garanci pasurore për dal nga burgu apeli i GKK-s Rëzoni Lirmere. Tragjedie paralajmëruar në Durrës, u shkollaj. Banorët e kishin denoncuar shoferin që shkaktoi aksidentin vdekje prurës. Aksidenti ku humbën jetën 2 fëmijët pezullohet nga detyra zinxhiri drejtues i policisë së Durrësit. Koçi Bellim, dështimi i sistemit për sigurinë e fëmijëve, kemi të gjithë bashkëfajsi. Lajmet mira nga Spitali i Traumës, 8 vjeçari jashtë rrezikut për jetën pritet kalojnë pavion. Rishikimi i paraburgimit, gjykata u shpreh për njësimin e praktikës gjyqësore. Ndalim ndërkohë të zhvillimet nga politika. Kryetari duhet të konkurrojë i vetëm. Lubonja kritika Berishës gaboi që nuk e bashkohoi opozitën. Berisha i vetëm në garë, hysa opozita përballet me rrezikun e vetë izolimit politik. Nga në brenda partisë Gjafo, disa kandidat hynë jo për të fituar, por për të ndërtuar profil politik. Saljani, mbytyja që po i bëhet Partisë Demokratike, do sjell reagime. Të mitrit u lan pas siguri, betoni mori përparësi Këlliçi, parku për fëmijët u kërkua për vitesh, por u injorua. Europa duhet ecë më shpejt drejt bashkimit. Rama në samitin e 8 të KS, NATO të mbështetet më shumë në komponentin evropian. Nga Partizani të Akshi, kryetari i PD-s nga dosja ka dalë vetëm 10%. Skenari i ri pas gjykatave, Velia i tenton lirimin me raport mjekësor për zemër. Bisha i dehur dhe tragjedia që mund të shmange kuvendi 1 minutë heshtje për 2 fëmijët paralajmërohen ndryshime në kodin rrugor. Jo thjesht politik, Berisha vjen thirrjet për protestën e 8 majit, do të jetë për familjen, fëmijët dhe të ardhmen. 2 fëmijë humbën jetën po kthehemi në shtetin e frikës. Blushi, Shqipëria po rreshket drejt autoritarizmit.
Dhoma 2-2 pas sinjal Balliu, kushtet para burgim mizerabël. Vendimi për arrestim me burg, Kalaja, Kolegjit e Bashkuara rrëzuan Sokol Sadushin dhe Ali Bim për Beliaj, Forte del Lagjes, Karta Bianc nga Partia Socialiste, Boçi për tragjedin e Durrësit, faj së vetëm të ligjet, por të sistemi. Zhupa, ku vendi ka dështuar qytetet pa jetë komunitare dhe pa siguri për fëmijët. Tragjedia në Durrës Balla duhet ndryshimi me njëhershëm i kodit penal. Këlliçi kërkon Ferit Hoxhën në kuvent, jap llogari për integrimin dhe ofendimin e shqiptarëve. Pulimet e korridorit 8, Mila, banorët nuk janë kundër projektit, bashkia të jetë pranë tyre. Shoferi Deur, terroristi i votave Berisha për aksidentin e Durrësit, i patronazhisti poshtër, duhet arrestuar shumë herët. Pika ku Sokol Sadushi shtroi trashëgimi juridike për lirimin nga qelia të Erion Beliaj. Poshtë popullohet fshati. Berisha subvencionet e fermerëve u hoqën në krizën më të rëndë të çmimeve. Java amerikane çelet në Tiranë ekspozita e muzeut të themeluesve. Bardhi thirrje për protestën e 8 majit, situata ekonomike arsyeja kryesore. PSD qetësohen për rregullore. Majoranca opozit po diskutojnë për përbërjen e komisioneve. Aksidenti në Durrës, Xhixho zgjej fjalë për të ngushëlluar prindrit e 2 fëmijëve, që humbën jetën tragjikisht. Balla Shqipëria pararojnë procesin e integrimit, lan pas Serbinë negociata me Bashkimin Evropian. Aksidenti me 2 viktima në Durrës, Aljanji të fortët sfidojnë ligjin para syve të institucioneve, heshtja ndaj tyre është bashkëfajësi. Hoxha artikulli Ramës në fazë propozim për qasje më fleksibël dhe të përshpejtuar të integrimit. Kallëzimi i PD-s për falsifikim për Irena Gjokën, SPAK kërkoi pushim të çështjes GKK shtyr seancë. Komisioni i Ekonomisë, Partia Socialiste rrëzon nismën e opozitës për uljen e taksës së qarkullimit të karburanteve. Përleqin konferencën e kryetarëve të parlamenteve të BE-s zgjerimi i domosdoshmëri për sigurinë e Europës. Bayram Bega nderon Ernest Simoni në 70 vjetorin e shugurimit me shtarak. Vlerësuar nga gara për kreun e PD-s me mesela pa dinë në gjykatën e Tiranës të pezullohet procesi. Shqipëria në BE brenda 2030-s, Hoxha zbart planin e qeverisë dhe hedh poshtë pretendimet për bllokim të procesit. Berisha, Sokol Sadushi, vegël që kërkon të lehtësoj partinë e krimit, protesta e 8 maj, strategjia do komunikohet sapo. Hoxha pret ambasadorin e ri të Turqisë shfrytëzimi i potencialeve të bashkëpunimit në sektor kyç. Berisha denoncon skandalin të Mani bleu apartament në zonën elitare me 390 euro metri katror. Sali Berisha në SPAK zbaton masën me sigurisë detyrim paraqitje takon mbështetësit e tij. Rama në samitin e 8 të Komunitetit Politik Evropian, BE-ja duhet të ecë përpara drejt bashkimit të plot. Rama ndan pamje nga bloku operator kirurgjikal, trajtim efikas i sigurt dhe në përputhje me standardet bashkohore. Ndalin zhvillimin nga rajoni. Kurti dhe Kallas për dialogun Kosovë-Serbi, dakordimi i 14 marsit, momentum i ri dhe pozitiv. Më është mbyllur goja, Hashim Thaçi rrëfen për jetimin në 6 vite izolim. Albulina Axhiu për antarin e 10 Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kaluan të gjitha afatet. Kosova me konsullat të re në Shtetet e Bashkuara nënshkruhet dekreti. Policia në Prizren, mesazhe telefonike mashtruese për llogaritë bankare. Ka e hedh poshtë ngrirjen e fondeve, por kërkon zbatim të plot
të reformave nga Serbia. Në Greqi pranverë në dëbor, meteorologët, fenomenet më ekstreme të rreth viteve 40 viteve të fundit. Vrasja e 2 fisht në burgun grek, 11 persona dalin përpara prokurorit, mes tyre edhe një shqiptar. Washingtoni hyn në boshllokun energjetik të Europës në Ballkan. Vrasja e 2 personave në burgun grek, 11 persona dalin përpara prokurorit, mes tyre dhe një shqiptar. Mafia serbe apo shqipfolse kush janë të fortët e Ballkanit, çunat problematik që po terrorizojnë 3 kontinente. Si Vučić vuri në kontroll pjesën më të madhe të medias në Serbi. Në Greqi të burgosurit përplasen me njëri tjetrin në burgun e Negritës humbin jetën 2 prej tyre. Në marrë pjesë edhe në konferencë Kurti në Armeni për samitin e komunitetit politik evropian. Fajtori për krizën Kosovë, Behrami i PDK-s, Kurti skem për t'i shpëtuar përgjegjësive. Pasojat ekonomike të krizave, oda ekonomike e Kosovës rrezikojnë fondet e planit të rritjes të Bashkimit Evropian. Kosova do zgjidhje nga zgjedhjet. Departamenti Amerikan i Shtetit, bllokimi i vazhdueshëm politik, dëmton besimin në institucionet e vendit. Afat për 53 parti në Kosovë për pjesëmarrje në zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoni deri në 7 maj. E pazakon në Greqi disa zona mbulohen nga dëbora, termometri zbret në -1 gradë. Plagosje me armë në Prizren pas konfliktit mes 2 personave. Shërbati nga afër krizën politike në Kosovë, Departamenti i Shtetit, bllokimi politik dëmton besimin e qytetarëve tek institucionet. Ndalim të zhvillimin nga bota. Balc, SBA dhe aleatët do të hartojnë një rezolut Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbi Iranin. Azerbajxhani përballet në sfidën e konsiderueshme të çmimit. Dhe Ukraina shpall armëburshim me Rusinë në 5 maj dhe 6 maj. Ushtria amerikane shkatron 6 anije iraniane. Kadas, Europa të forcojë rolin e saj brenda NATO-s. Publikohet harta e re e gjirit persik, një kufit e ri në Hormuz. Irani hedh përgjegjësinë mbi SBA-n për incidentet në rafinerinë e naftës. Tension në rritje në gjirin persik, SBA dhe vendet e gjirit kërkojnë rezolut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Putin shpall armëburshim 2 ditor në Ukrainë për ditën e fitores, paralajmëron sulm ndaj Kievit nëse prishet marrëveshja. Irani të rriqet nga përgjegjësia e sulmeve në Emiratet Arabe, nuk kishim qëllim të godisnim. Detaje nga aksidenti në Leipzig, makina u futh në turp 2 viktima, dhe disa të plagosur, arrestohet autori. Ambasadori i ri amerikan për Shqipërinë firmos marrëveshje etike, kufizon vendimarrjen e shpang konfliktet e interesit. Aeroplani i vogël përplaset në ndërtesën Brazil 2 viktima dhe 5 në bord. Alarm në Emiratet e Bashkuara, Irani lëshon 4 raketa dhe territorit, 3 prej tyre janë shkatruar.
Makina për plasë këmbësorët në qendër të Leipzigut 8 plagosur. Armbushimin Liban Lëngërç, bisedimet në Washington ende pa rezultat. Ndjekje si në filma në Zvicër, ju gjetën 54 gram kokain, arrestohet shqiptari 24 vjeçar. Përhapje e hantavirusit Organizatën Botërore e Shëndetësisë rreziku për publikun i ulët. Shpërthim në bord anije e Koresë së Jugut përfshihet nga flakët në ngushticën e Hormuzit. Hera e parë pas armbushimit, Emiratët merren alarm për kërcënime me raketa në disa qytete. BE paralajmëron SBA për tarifa Brukselit, të gjitha opsionet janë në tryez. CNN Kremlini friksohet një atentati ndaj Putinit. Zelenski lëshon paralajmërime për paradën e 9 majit në Moskë. Dronët mund godasin sheshin e kuq. Sekretari Thesarit i Shteteve të Bashkuara, forcat tona kanë kontroll të plot me ngushticën e Hormuzit. Britania dhe BE-ja hapi negociatat për bashkëpunim në Fondin Evropian të Teknologjisë dhe Inovacionit. Jean-Luc Mélenchon do të kandidojë përsëri për president në Francë. SBA teston sigurinë në Hormuz, dy anijet e para tregtare kalojnë pa probleme në ngushticë. Sekuestro historike në Atlantik. Spanja ka 40 ton kokain në një anije pranishëve Kanarie, 20 arrestuar. Ka vetë dyshuari për vrasjen e 5 vjeçares Jefferson Lewis, 47 vjeç, do të dalë para gjykatës të martën. Sulmet ukrainase vijojnë për të tretë natë radhazi, droni godet pallat luksoz në Moskë, vetëm pak kilometra nga Kremlini. Cisterne lidhur me Andok goditet në ngushticën e Hormuzit. Emiratet akuzojnë gardën revolucionare të Iranit. 85 vjeçaria në 2 vite ka 2 mashtrues, gjyshja u përfshi në planin e policisë, do i merrnin 120.000 euro përmes call centerave. Dhe në fund lajmin nga sporti. Kosova do të jetë pjesë e turneut të futbollit në lojrat mesdhetare. Java 35 e superiores luhet mërkurën sfida vendimtare për Final Four me mbijetesë. Manchester United shpërthen në Mercato, gati thyer rekord për Cole Palmer. 3 medalje fituara Kosova shkëlqen në debutimin historik në kampionatin evropian të MMA. Messi e Ronaldo synojnë 1000 gola, vjet e sulmit nuk njohin mosh, sfida nuk dalet për rekorde. Dominim Mercedes në Formula 1, Antonelli kryeson me 3 fitore dhe 100 pikë në renditje. Pame veteranë e Shqipërisë dhe Kosovës lazerore speciale në kuadër të 10 vjetorit pranimit Kosovës në UEFA dhe FIFA. Zyrtare në Villeder i kthehet në superiore firmos me pretendentët. Kylian Mbappé arritje romantike në Cagliari për çan skuadrën e Realit Madridit. Albania Premier League Pool për herë të parë më të mirët përballë njëri tjetrit. Liverpool kërkon me ngul mbrojtësin e Barcelonës, diskutime nisin nga 80 milion euro. Pamje peshngritësi Samuel Rasa në kampion bote për të rinj në Egjipt. Legionarët fundjavë shkëlqyer për kuqezin 6 gola dhe 4 asiste në skuadrat e tyre. Shqipëria fiton medalje ari dhe argjendin në kampionatin evropian të fitness dhe bodybuilding 2026. Interi, Bebe Marota, tani radha e Kupës Italisë Barcelona do bastonin, por ai ndihet mirë te Interi. Christian Kivu, unë historinë e Interit kam qenë edhe unë më parë. Sir Alex Ferguson transportohet për në spital, shfaqi probleme për para sfidës United, kush është Mikaela Skandaj, vajza e artë e karates, leshjanje 72 medaljeve në karrierë. Këto ishin lajmet e zhvillimit kryesor të orëve të fundit. Ne shkëputemi për japësirë të shkurtër, publicitare dhe ndalemi pas pak në komunikim drejt për drejt me ju.
2 të programit të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju, si çdo ditë nga ky moment dhe deri në përfundim të emisionit do të jemi së bashku për të bashkëbiseduar me njëri tjetrin për çdo problem apo shqetësim që ju keni, si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 në 068 60 54 639 në 068 99 00008 numra që i keni si gjithmonë në të gjatë të ekraneve tuaj. Do të jemi së bashku edhe për ditën e sotme, më herë dy përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, si gjithmonë përmes oranews.tv, lajme apo zhvillime të cilat ju i gjeni në kohë reale nga kudo që ndodheni duke u mjaftuar të klikoni në oranews.tv nga kompjuteri apo nga celulari juaj. Gjithsesi, hapësira televizive në 3 pjesët e tjera të programit është për të gjithë ju që doni të bëni pjesë dhe të na bashkoheni përmes telefonatave. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Desha të pyesë dërgjenja 5 shkrijen 1965 të them në ku të kanë me dalë në pension. Për çfarë të lutem edhe një herë se nuk të dëgjova mirë. Femnat, Po. gratë mo, dërgjenja 65 ku të kanë me dalë në pension. 62 e 2 muaj. 62, faleminderit shumë. Dakor? Mirë dëgjofshi. Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. Mosha për daljen pension të grave shtohet me nga 2 muaj. Çdo vit dhe këtë vit dalin 62, shtohet me nga 2 muaj dhe ideja është që kur plus 2 muaj nga viti që je mund të kaloj viti tjetër, shtohen automatikisht dhe 2 të tjerë. Alo, përshëndetje. Alo? Po. Mirëmëngjes zonjë. Të lutem, më dëgjo nga telefoni dhe ule zërin e televizorit. Nuk kam televizorin fare, kam të ullën zero. Po. E pra, po zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju flas në qyteti Fierit. Aha. Kam bërë aplikim, domethënë që kam dalë në kemp. E kam përsëritur kempi se kisha për një vit. Okay. Dhe akoma nuk na ka ardhur një përgjigje. Ashtu, E di mbas sa dalin këto përgjigje, domethënë. Po e kuptoj. Ideja është që nuk është se ka një afat të caktuar, ato mund të zgjasin edhe me muaj, më kupton. Ajo që është e sigurt është që përgjigja vjen, por se kur. Edhe pyetja tjetër ishte që për ne që jemi, domethënë se jemi 3 pjesëtar me invaliditet me kemp, grupi 2 jemi 2 persona dhe grupi 3 me i rënduarit. A ka shtesa, nuk e di nëse kam parë, domethënë që ka thënë për në muajin qershor, plus atë 6% që nëse s'na shfutur fare, nuk po kuptoj asnjë gjë, do ketë rritje apo jo? Deri tani nuk është të ngjoj tash. Faleminderit shumë. Asgjë të lutem. Faleminderit juve për telefonatën. Edhe ty, më dëgjofshim. Presin tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Alo. 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 Me Klodi. Po, Klodi, urdhoni. Mëngjes. O Klodi. Po. Unë të kam marrë para i jave, për arsye sepse kam bërë ke Albania kërkesë për rishikim pensioni për këto, dhe ka kaluar 25 ditë, unë s'kam marrë. Më ke dërguar dokument? Jo, se kam dërguar se më the prit dhe nga e hana. Mos të vje përgjigja. Përgjigje, shkoja pyes ke kancelaria, atje nuk. Në cilën kadastër bëhet fjalë? Tiranës. Do më dërgosh një dokument aplikimi atëherë? Po e kam bërë kancelariun. Po e ke ato dokumentin i Albania, se ndryshe nuk na japin informacion pa ja u dhënë atë dokumentin e. Po që ta marrë sot atë ma nesër prapë. S'ka problem, merre dhe ti ma dërgo pastaj pa më telefonuar, ta ajo adresa aty poshtë. Dakor? Sepse na e kërkojnë ata, nuk është se dua unë për. Në rregull? Sepse unë e di që nuk vënohet kaq, po vetë një muaj. Jo, nuk vënohet aq, kanë datën përcaktuar aty në domethënë që maksimumi mund të jetë 21 ditë brenda. E pra unë isha dhe dje, pyeta, ajo thot ka kaluar për punim, thot e ka vajtur. Gjithsesi, por meqense ke me merak,
Po, Ma nisë edhe të... mirë, dakor. Dakor? Rof. Përshëndet shumë, faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Alo? Urdhëroni? Se kalova dhënë mirë. Si jeni ju? Deshta të pyes për këto sigurimet. Unë si vjet në 15 korrik në pension. Aha. Po jam në kemp aktualisht. Tani, çfarë letra, kur duhen bën këto letra që mi postuat e Albania, i shon direkta në Gudim. Ti do aplikosh për pension apo jo? Po bre se moshëm për pension me 15 korrik, po jam në kemp mentalisht. Po. Kam 11 vjet në kemp. Do aplikosh në Albania? Do aplikosh në Albania? Do aplikosh në Albania? Po. Dhe dokumentet që ke, që vërtetojnë librezën, kartë identiteti, do t'i dërgosh... I kanë dosin atje ato sepse do aplikosh vetëm në Albania atëherë. Po. Nuk ka nevojë tjetër. Jo, asnjë lloj nevoje sepse ti dosjen e ke atje, meqense më the. Po. Dakor? Edhe e dyta. Deshta të pyes, për shembull, unë gjithsej tash me gjithë kempin dhe vitet që i kam shel para se me dalë në kemp, më bëhen 41 vite. A përfitoj këtë 18 mishën pastaj nash me moj kempin, se po të moj pensionin, po ka mundësi të moj kempin, ose është më i marrë kempin. Po mbajt e kempin, nuk ka 18 për kempin. Nuk e fiton do të kje 20 e sa vite, a? Jo, s'ka lidhje, po kempi ka tjetër për llogaritje. Qartë. Nëse do jetë pensioni plot urban, përfitohet 18.000 Jo, lekë. urban e përfitoj, se më thanë quhen në këto vitet e shaj hoxha që del e shpjegoj që në specialisti. Nëse më thua do mbaj kempin, e ke hequr të drejtën për të përfituar 18 pastaj. E kam drejt, shta. Dhe pastaj ajo ka tavan. Pensioni i invaliditetit do shkoj deri në 300, ndërsa ky urbani plot dhe në 400. Më kupton? Kështu që besoj ndoshta të bie më mirë të mbash pension. Sa e ke pagesën e invaliditetit sot? Unë kam 323.000, se marrë dhe një si ushtarak, unë kam... Pas ke mirë. Marrë një 60.000 si ushtarak. E kuptova. Gjithsesi llogari do t'i bëni vetë nderuar në momentin kur di mosha. Ndërsa për sa i përket aplikimit vetëm në Albania dhe asgjë tjetër. Dhe asgjë tjetër, se e kanë dosin atje. Po jo, se ata e kanë dosin, po thua pra. Faleminderit shumë. Lutem. Faleminderit juve. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Do flisni apo ta mbyllim? Alo. Urdhëro. Jam një banë. Ule zërin e televizorit, ule zotrit, lutem. Po. Ule në zero sepse na krijon. Unë Goxha probleme. Ndjes. Ule në zero televizorin, no? Në zero, ula. Okej. Alo. Urdhëro. Jam i banus. Në fshati. Kam dalë në pension në datën 13 maj të 2022. Po. Alo. Ndoli një pension 154.700 leka. Unë e dhja se mos e ishte i plota, e i që nga i pjetë shumë. Ta shti një loj do vazhdoj që rritja pensionit që dhe i 220.000 leka, e nuk do rritet më tepër? Po, nuk do rritet më tepër, shiko, ka një gjë. Kur? Nuk do rritet më tepër. Po ne u dogjim kot ashti. Po, su dogje kot, si ti e ke pjesë shumë, su dogje kot. Si? Kam 35 vjetë punë. Po. Si ai që ka 35 vjetë punë, edhe ai që ka 15 vjetë punë, një loj do bëhet? Ska lidhje, është pensioni pjesë shumë. Ndjes, edhe njeri dashur. Për kategorinë... Si unë që kam 35 vjetë... Po më lërë tani mos u ngatro me zërin televizori që nuk e ule asnjëherë. Jo, më dëgjoj pak. E kam fiku fakt. Më dëgjoj pak tani, më dëgjoj. Urdhë. Pra, nuk është se nuk do rriten pensionet dhe nuk do shkojnë më shumë se 220 apo 180 apo të gjitha llojet e kategorive. Po. Ideja është që me këtë lloj formule nuk do rriten, sepse për shembull mund të ketë një kur të indeksohen pensionet,
Do të kaloj 220 që ajo. Më kupton? Do ta kaloj. Po patjetër që po. Pra, ajo shkon 220 deri se po tjetë kështu pastaj se përfiton askush. Po. Nuk përjashtohet kjo kategori nga indeksimet. Se unë jam djegur vetëm për 4 muaj se 5 muaj jam djegur aty. E kuptova pra. Dhe je i pjesshëm. Je i pjesshëm do të trajtohesh me. Jam i pjesshëm. Po. Nuk do të thotë që nuk do rritet. Se i pjesëm kështu se i mbyllja dhe ato unë. Po mirë. Nuk nuk do rritet më pensioni dhe do e keni kaq, e kupton? Do të thonë nuk do rritet përmes kësaj skeme. Mund të përdoren mënyra dhe formula të tjera që shkojnë drejt ditës. Sa mjaftueshme është. Kjo është tjetër gjë pastaj, por mirë. Mirë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Presin telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Me Klodin flas? Klodia. Kam një pyetje. Burri im ka dalë në kemp. Po. Dhe unë jam e pa punë. Më takon një pension ushqimor, se dhe unë nuk punoj dhe jam e smur. Pa kemp jam. Ç'do të thonë pension ushqimor, zonjë? Ndihim nga bashkia. Po, por këtu duhet shkoni në bashki për të regjistruar. Duhet shkoj, dhe me thonë, ka mundësi të me takoj, dhe me thonë, ti futem si problem. Po, s'është në kuptimin sforco e madhe për të përfshirë, do shkoni dhe do kërkoni, sepse keni nevojë. Po, patjetër. E bashkia. Asgjë e dashur, faleminderit dhe juve. Për telefonatën, presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo, kemi? Një moment. Bukur. Mirë, në 7:41 jemi. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po e ula. Do bëjmë pyetje. Po. Unë nuk kam qenë në Shqipëri për të bërë letrat e pensionit. Edhe kam marrë tani. Po. Unë në moshën e kam mbush në 25 tetor të vitit kaluar. Po. Mund t'i marrë ato muaj që më kanë ngelur? Mund t'i marrësh. I merë, për sa kohë? Deri një vit. Për një vit, janë brenda vitit, Po. Rafsh, faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Është biseda e tretë sot me juve, që të kam kërkuar një ndihmë për virën, që të thash. Për? Dosja nga Patosi ka shkuar në Tiranë, s'është kryer përgjigje. Cila dosje të lutem? Po është e verbuar. Urdhër. Po. Është e verbuar. Edhe kështu s'dim se çfarë bëjmë. Po të pyesësh bashki, ja rregull kështu, që vjen nga Tirana. Erdhi një dosje. Shkoj prapë. Tani thotë është procedura shumë e gjatë. Unë ju kërkova ju Jo, ideja është që atje ka vonesa, nuk është çështje mungese nga ana jon, por atje ka vonesa, sepse është, e kemi thënë disa herë, ne do vazhdojmë ta themi, nuk është se po e justifikojmë atë që ndodh, por ka vonesa për shkak të fluksit dhe vetëm një institucion është që mbulon të gjithë territorin. Prandaj. Okej. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Kam një problem për dokumentin e motrës, Bilja ka marrë dhe para 2 vjetës te Klodi aty, po me që është në linjë, të më dërgoj një gazetar. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Urdhëro Klodia. Klodi. Po. Na fjeri, po flas për motrë, pushime me maj. Po. Nuk e kam mbaruar akoma se ka marrë atë dokumentin. Cilin dokumentin nderuar, se ju e thoni sikur ne jemi komshi. Ma kujto, të lutem. Se ka marrë dhe te televizioni, zbritëm dhe kafe, para 2 vjetësh. Po. Dhe Ministria e Financës nuk e ka pajisur akoma. Ashtu, ha? Nuk e ka pajisur me kontratën e lidhjes. E di, e mbaj mend tani rastin. E mban mend tani? Si akoma? Jo. Po ju s'ma keni komunikuar mua këtë? Po, nuk kam kapur, një, dhe dyta unë kam qenë edhe i pamundur
Kam qenë E kuptova, po unë me iden gjithmonë që, se unë kam përcjell që ditën e nesërme, që kemi qenë bashkë, po e mora vesh, po edhe nuk e kam ditur asnjëherë që kjo gjë s'ka mbaruar, sepse s'ma ka thënë askush. Bile, edhe njeri atje na ka premtore pa na gënjen. Nuk di çfarë ka ndodhur pra thash, më kupton, domethënë ajo që un kam bërë është si gjithë të tjerët që kanë përcjell problematikën. Dhe gjithmonë e kam marrë miqën sikur kjo është rregulluar, se thash nuk është shqetësuar njeri në kuptimin që nuk ka marrë në telefon për ta. Dhe me këtë ide. Ka motra prapa ashtu ka bërë 2 operacione. Ska gjë, jo, më vjen mirë që e keni kaluar dhe jeni mirë. Unë do bëj një tjetër përpjekje. Po. Dhe kaq. Regjistroj si numrin tim, të lutem. Po kush të tha që nuk e mbaj mend në rastin tënd? Je i mirë shumë. Të falderoj. Asgjë, të lutem. Faleminderit juve. Për telefonatën, para se të shkëndalemi te mesazhi se jemi pak vonë. Me të drejtë, një pjesë e konsiderueshme e pensionistëve pyesin kur është koha për të na u indeksuar pensionet, a do të shkojë më shumë se sa tavani që është vendosur për një shtesë të caktuar, po pse një kategori është e privilegjuar dhe një kategori jo, pse ai që ka punuar 15 duhet të barazohet me mua që kam punuar 25 vite dhe kështu me radhë. Dhe me të drejtë, se kur bëhet fjalë për paratë e pensionistëve, ato janë me pikatore dhe zorë se kanë një lloj përmirësimi të cilësisë së jetës që ata bëjnë, qoftë edhe me meritet të cilat në raste të caktuara janë konsiderueshëm në makro, por kur bëhet fjalë për të xhepi i qytetarëve, pastaj këta të fundit me të drejtë ankohen. Dhe si ta parandalojmë ne këtë? Unë ta parandalojmë patjetër që sot në brezat e mëhershëm që domethënë ne duhet ta parandalojmë diçka të tillë qoftë për vete por edhe për fëmijët tanë. Si do thoni ju? Dhe është një pyetje që si bëhet një fëmijë, dhe kur të them atë fjalën, disa do të çuditen, por jo, nuk është çudi, se si mund të bëhet një fëmijë milioner. Nuk është sekret, por është asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa disiplinë dhe kohë. Pse do thoni ju? Sepse po fillove herët, investo çdo muaj dhe lëre interesin që të bëj atë punën e vet që bën më mirë në kuptimin e shtimit të parave, dhe sepse milioneri nuk krijohet nga rroga, por krijohet, mbajini mend këtë, nga koha. Krijohet nga koha sepse nëse ti i lë fëmijës tënd një shumë të caktuar mujore për pension privat në Sigal, e çfarë bën? Shtohet gjatë gjithë kohës. Atë nuk e prek askush, vetëm e kontrolloni ju se si shtohet çdo ditë dhe ja ku u bë ajo që konsiderohet pastaj si mund të bëhet milioner një fëmijë. Ja si mund të bëhet, dhe nuk e bën rroga, sepse një fëmijë nuk ka rrogë, por e bën koha. E bën investimi, e bën dikush që është i mençur në kuptimin e menaxhimit të parave. Dhe sa më herët të nis, aq më lehtë e ke nga ana financiare për ta përballuar dhe për t'i dhënë fëmijës tënd, por edhe vetes një lehtësi të jashtëzakonshme në një moshë kur vështirësitë janë të shumta. Ndaj zgjidhni dhe ju fondin Sigal, telefononi numrin e poshtë në 069 40 61 438. Ka shumë mënyra fantastike aty për t'i aplikuar për pension privat i cili është e ardhmja, por patjetër dhe e tashmja në kuptimin e investimit. 20 vite më parë ishin të shumta ata të cilët bashkëudhëtuan me fondin Sigal dhe deri sot marrin një pension shumë herë më të lartë se sa pensioni shtetëror, dhe mirat e tjerë janë bashkuar rrugës në këto 20 vite suksesi, e po ashtu edhe në dekadën e tretë tashmë me po të njëjtën dëshirë dhe përkushtim për qytetarët. Faleminderit Sigal. Ne ndërkohë i kthemi komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Ndjes. Po. Në Shkodër ju shqetësoj. Urdhëroj dashur. Derisa me pyet për një pension invaliditetit. Unë kam dalë në moshën 59 vjeç, jam i përhershëm. Mirë po, tash mu më takon 6.000 leka, po se ka disa që kanë marrë 8 muaj, se i vitet e plota i kam pasën. Aha.
Ma tepër s'karim deshta. Po pra, po pyetja cila është, ju keni pretendime që ju ka dalë pak? Për 6.000 lekshin flas. Po, nuk e ke marrë? Jo, e ka marrë, po është puna se disa shokë të mi, për shembull, kanë marrë edhe më shumë. Kanë marrë më shumë, po jo invalid. Invalid. Jo. Po jo. A? Një sekond tani. Domethënë se kemi harruar atë. Po nëse se ata i kanë marrën për 6.000 jam i sigurt, po është puna se je në rregull pastaj. Pjesa tjetër që dhe patjetër është e vërtetë që kanë marrë. Kanë vitet e plota, ka si kanë vitet. Po s'ka lidhje, jo, po i dashur edhe një herë. Invaliditeti nuk ka lidhje me vitet. Ha? Mjafton që është invaliditet dhe s'ka lidhje fare me vitet. Vitet e punës futen në lojë kur bëhet llogaritje si pensionist. Mirë, faleminderit. Jo si invalid. Pra është e vërtetë që dikush nga shokët e tu mund të ketë marrë më shumë, por ai është në pension, ka mbajtur pensionin dhe llogaritet në bazë të viteve. Nëse ka po, i nderuar, atëherë kam një shok temin që kam biseduar me ta, sa unë të kam pas vitet e plota. Edhe një herë. I nderuar, për sa kohë të thotë i kam pasur vitet e plota, vitet llogariten vetëm kur je në pension për çështjen e këtyre shtesave tani. Kempi jo, Kempi jo, sepse është njësoj për të gjithë. Ja, shumë faleminderit. Kupton, sepse ka një gjë, në momentin që edhe pensioni i pjesshëm. Pensioni i pjesshëm është nëse këtë vit duhen 40 vite punë për të dalë në pension të plot, dikush që ka 38 quhet pension i pjesshëm. Edhe dikush, një sekond, të ta shpjegoj logjikën se si funksionon. Pensioni i pjesshëm është ai pension për personin që ka pasur më pak vite punë nga sa duheshin atë kohë kur ka dalë. Dhe pensioni i pjesshëm merr njësoj 8.000 lekë si ai që ka 15 vite, si ai që ka 25 vite. Më kupton? Ja, se unë kam dalë që 2014, po kam dalë me Po ti s'ke dalë fare për të dalë, se ti je në invaliditet, ti ke plotësuar moshën për pension, por ti nuk ke dalë në pension. Ja, kam dalë 65 vjeç. Po jo, pra nuk ke dalë në pension, ti ke plotësuar moshën, sepse dalja në pension do të thotë që ti të marrësh pension mbi bazën e viteve të punës që ke. Ndërsa ti merr invaliditet dhe invaliditeti, pavarësisht viteve të punës që ka secili, aq është ajo, nuk lëviz. Mirë, faleminderit. Më kupton? Shumë faleminderit. Të lutem, nëse ti e ke marrë atë 6.000 lekë, je okay. Jo, 6.000 lekë kam marrë. Sa të ka shkuar pensioni? 241.000 lekë. Kështu që je okay, nderuar. Mirë, faleminderit. Falenderoj ty për telefonatën. Faleminderit. Kemi kohë? Okej, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Glodi. Mirëmëngjes. A je mirë? Urdhë? A je mirë pastaj? Mirë shumë, faleminderit. Shiqur. Jam një nga fushuja. Që ka marrë një gjithë grue me datë 21 të këtij muaji. Po, e di. Jam taku me ty që e di dashur, e mbaj mend, e mbaj. Edhe më patë premtu ushqet e të fushke. Jo. Kemi nisi. Edhe në ditën e hidhe. Jo premtimi, dashur. Unë të pata thënë që do flas, po premtimi unë s'jam zëdhën si ministrit, më kupton? Kështu që më lër kohë të komunikoj se nuk është edhe aq e thjeshtë për diçka të tillë, thjesht më lër kohën që më nevojitet. Dakor? Pastaj kjo çështja e premtimeve është pak fjalë e madhe për t'u thënë në radhë të parë dhe po ashtu aq e madhe sa për t'u thënë edhe për t'u mbajtur për raste të tilla patjetër. Mirë, do të kalojmë në hapësirë publicitare, të flasim për Oso, për gjithë ju që vuani nga problemet e nyjeve dhe të kockave, mos e neglizhoni sepse mund të përkeqësohet në një kohë shumë të shkurtër dhe mund të krijoni probleme të tjera. Oso është një medikament që ndihmon artikulacionet tuaja dhe jo vetëm kaq largon dhimbjet që ndoshta mund të keni, të shkaktuara për një kohë të gjatë, por po ashtu rekuperon edhe ndonjë humbje që mund të keni pasur për sa i përket fërkimit të kockave si pasojë e dhimbjeve të shkaktuara nga problematika të ndryshme. Mos e lini veten të torturoni, fatmirësisht e kemi edhe në Shqipëri, Osoj prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe me një efektshmëri të jashtëzakonshme, duke marrë në studio në pjesën e tretë të programit në komunikim të drejtë për drejtë me ju. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata. Alo. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Një pyetje të isha. Po. Ka gabusi. Ajo bono që ka dhënë
kryeministri për pensionistët që është në fund të vitit vjetor. Deri kur e ka skadencën? Deri në qershor, deri në shtator më duket. Jo, deri në qershor e di, po në fund qershorit është halli që do prehet bileta nga Italia për me ardhë, edhe për me qenë sigurt se 2-3 ditë janë pushim. Një sekond. Kur e pyetëm? Mos largo pak, ë? Po preska, po dhe. Se harrova dhe unë tani. E kuptonëm një fjalë që në rregull, në basa asaj pres biletën në avionit. Ja prit se ta them unë fiks. Faleminderit, Rafs. Mos u largo. Ja. Hajde ta gjej tani sa bisedë gjatë ka qenë. Po pse ka lënë kaq vonë? Po kur jem punë? Kur jem puna ne. Speciali në kontakt punë. Nuk arrin dot merr ato 2-3 ditë për me marr pensionin në Shqipëri. Po deri në qershor është. Deri në qershor, në fund qershorit? Po deri në fund qershorit pra. Deri në fund qershorit. Po, nëse kalon data me sa është qershori, me 30 apo 31, nuk e merr dot në korrik. Deri në 31 qershor është. Deri në 30 qershor, fal. Okej. Dakord? Rafsh. Asgjë, të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Kemi? Okej, pak çaste. Për telefonuesin e radhës, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E ka flas. Urdo? E ka flas. Kë kërkoni? Klodi. Klodi. Klodi Karaj. Klodi, mirëmëngjesi. Ndjes, po. Klodi. Urdhëroni zonë. Janë një qytetare e Tiranës, prag pensionit. Po. Kam dhe 2 muaj e 10 ditë. Kam bo një kërkesë për vitet e punës, më kanë dalë po një pjesë e firmës, një 6 muaj punë, një muaj e një vit asistencë, nuk më kanë dalë akoma ato. Po. Ato a janë si kooperativës tani që mbi moshën 18 quhen apo jo? Qiko, ato quhen edhe nën moshën 18 nëse janë të rregullta. Jo, nëse s'janë flasun. Nëse s'janë të rregullta nga mosha 18 vjeç e lartë. Është e sigurt, a? Patjetër. Se du të paguj, se kam një vit më angut, e nëse më quhen këto e paguj atë vitin i plotësoj 39-shin. Shiko, e dashur edhe një herë. Po. Kur themi quhen këto vite nga 18 e lartë, quhen në rast se i ke bërë, se nuk quhen në rast se ke qëndruar në shtëpi dhe Jo, i kam kështu me librese me kështu, por nëse s'dalin e kam 6 muaj punë e një vit asistencë. E kuptoj, nëse nuk të dalin kështu nga mosha 18 vjeç i llogarit ligji, i njeh ligji. Po, edhe një pyetje tjetër, një sqarim. Sa tani kam dhe 2 muaj e 10 ditë. A mund t'i paguaj tani ato një vitin? Ti do të plotësosh 15 minimalen. Jo, 39-shin. Paguaj se je vonë, zonjë. Jam vonë? Po. Dhe madje këtë vit, një sekond. Po. Alo? Mos u largo. Po, sa do të paguajnë, nëse ato do të them, pra. Po, fiks 39 duan. Po, 39. Po sa është pagesa, e dinte sa është pagesa me paguaj një vit e gjysmë ato që i kam bosh me plot. Këtë nuk e di, ta thot Instituti i Sigurimeve Shoqërore në varësi të pagesës që do bësh. Po bëje se je vonë. I vonë. Okej, faleminderit. Lutem. Faleminderit shumë, a? Edhe ty faleminderit. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Ja, si kom të zolla unë për jashtë. Tani zërin e kishte lartë, mos thuaj kot janë për jashtë. Urdo. Për punë pensionit vëllai, nuk kam 38 muaj, 38 vjet e 9 muaj. Po. Shkë gjej, ai thot ke 35 sot e 3 muaj. Nuk përfitoj si gjo. Ke dalë në pension ti? Po kam 6 vjet gati. Po pse u kujtove tani për vitet? Jo, për shpërblimet që janë këto. Po pra, po. Dhe më thënë, nëse ke dalë me aq sa të kanë thënë, je i pjesshëm. Kur vini me anë, që këtë je unë? Kur ke dalë në pension? Ka 5-6 vjet, sa më mend me 5-6 vjet, sa vjet je? 72. 72, ke dalë 65? Po. Para 7 vitesh i bie. Po. Po. Në 2019. Po. Me sa vite punë ke dalë? Në vitin 2019 janë dashur 36 vite 8 muaj nderuar.
Po 38 me gjithë ushtrin e 9 muaj. Nëse ke aq i plot pastaj dhe përfiton tjetër. Po si do gjeni me drejtë kam po aplikime që s'kam po. Çfarë do thonë sigurimet? Nuk dim jo. Jo, çfarë do thonë sa vite? Aqe që 35 3 muaj. Nëse e 35 3 muaj të takon 8000 lekësh, po e ke nën 220. Ja, na kam në 200 sa. Nuk të takon. Nuk të takon sepse je pensioni pjesëshëm. Në rast se ti arrin të gjesh ato vitet e tjera, pastaj është tjetër gjë. Ku do gjon vëllai, na çfarë më vëllai, po libreza punës, digja kur rrin libreza. Se di kur rri tani. Unë përpara të sigurimeve shoqërore ka pas nejt. Në mas ke Londra ja. Jo, aty i ke të drejtoria rajonale. Tu ke kjo, Durrës, Po, aty ku banon. Mirë, faleminderit dishur. Të lutem. Je i nderuar, Faleminderit edhe ty, nderuar. Faleminderit. Zotit. Faleminderit shumë. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Jam një qytetar nga Paradesi. Po? Dje pagova këto sigurimet për pension, rreth 20 vjet. Tash këto zonjat nga Paradesi më kanë bërë një gabim, nuk më kanë shkruar vendlinjen që jam momentalisht më kanë ngatruar vendlinjen. Kam problem më vonë me çështjen e pensionit? Po, çdo të thënë, për çfarë ta ndryshuan vendlinjen? Ku, në cilin dokument? Vendlinjen, për shembull, unë jam nga fshati Selse poshtë me Paradesi. E kuptova këtë, po ku ta kanë ndruar në certifikat? Jo në certifikat, jo në bankë, në faturën e bankës. S'ka lidhje fare. S'ka lidhje fare? Jo. Ti ke atë? Ti ke mandatin, ke certifikatën, ke kartën, ke pasaportën? Po, në mandat këto të sigurimeve më kanë shënuar vendlidhje tjetër. Nuk ka lidhje fare ndëruar. S'ka lidhje fare? Jo, as pak jo. Shumë faleminderit. Dakor? Faleminderit juve për telefonatën. Shumë faleminderit. Të lutem. Bukur. Shkoj me të tjerë telefonues në nisë të kësaj pjese të tretë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Do të flas pak me Klodin. Jam Klodi. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Dhe unë kam dalë në pension në 2023. Edhe kam gjithsej 37 vjet dhe 8 muaj. Po. Dhe jam kualifikuar për pensioni pjesëshëm. Mirë, po ka një problem tjetër. Mua kur më kanë ardhur dokumentat nga prefektura e Gjirokastrës, sepse kam punuar në arsim, në dokument thuhet, në dokumenti ju kanë ardhur sigurimet shoqërore. Ka filluar punë në 77-ën. Po. Dhe kam mbaruar punë me arsimin në 94 që kam mbyllur problemet me arsimin. Kuptova. Dhe këta kanë filluar llogaritjen, sigurimet shoqërore e kanë filluar jo në vitin 77, por kanë filluar nga 1 janari 78. Pse ndodh kjo? Dhe këtu më mungojnë 4 muaj dhe për 4 muaj unë jam skualifikuar, e kupton tani që më duhen 4 muaj për këtë 18.000 lekë. Çiko, po ti ekziston ndonjë dokument që vërteton se ke filluar punë atëherë kur ti po ma thua? Po ekziston dokument që ka ardhur atë që ka filluar punë 77. Ja, ky dokument zyrtar. Po dhe nuk është marrë në konsiderat, po thua? Nuk është marrë në konsiderat. Të ka thënë arsye sepse? Kam pyetur edhe më thonë që neve e marrim nga 78. Po pse? Po nuk e di, kështu i llogarisim ne, thon. Si duket tani kjo dihet Klodi që sigurimet shoqërore janë të prirur që të nxjerrin sa më pak vite pune për njerëzit. Kjo ju kur keni dalë në pension? Unë kam dalë 2023. Po, 2023 nuk besoj që kuptove sot që ke dalë pa 4 muaj. Ore, dëgjoj, kur dola unë 2023, tash këto 4 muaj, hajde tash punë madhe se nuk është. Mirë, po tani që bëri atë lidhjen shteti. Domethënë 2023 ti i bie të kesh pasur 37 vite e 8 muaj. E 8 muaj. Tani e ke kërkuar së fundi këtë periudhën 4 muajorsh apo jo? Që atëre kërkoj ta unë, po më thanë që neve kështu i llogarisë. Ku banoni? Nga janari, unë këtu në Tiranë.
Qiko, e ke bërë këtë kërkesën për ta llogaritur pensionin? Nuk e kam bërë, po jo, nuk e kam bërë, sepse unë jam konsumuar me sigurinë shoqërore. Në ç'kuptim? Dhe në kuptimin që neve fillojmë thonë ata llogaritje nga 78-a. Nuk e marrim në konsiderat 77-ën, nga që s'ka ditë fikse. Po dëgjoj tani, dihesh atëherë mbaroi shkollën në qershor, në 15 shtator fillonin punë, 15 gusht fillonin punë në arsim, dihesh. Si keni emrin ju? Bashkim Caushi. Bashkim? Caushi. Me C? Po. Po babaj? Daud. Qiko, do bëjmë të gjë. Paralelisht me përcjelljen e problemit nga ana jonë të sigurime shoqërore, ti paralelisht me këtë do bësh një kërkesë për rishqyrtim pensioni, për 2 minuta e bën atë në opinion tënde. Dakor? Por të lutem bëje në mënyrë që kërkesa jonë me aplikimin tuaj të shkojë paralelisht. Në rregull. Dakor? Mirë. Mos e neglizho, të lutem. Faleminderit. Dhe ngelemi në kontakt. Faleminderit shumë. Mirëpash. Edhe ju për telefonatën, mirë dëgjofshim, shkojmë me tjetër 068 99 00008 068 60 5469. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Përshëndetje. Po. Duroj për emisionin. Faleminderit. Ule zërin e televizorit, zonë, ndryshe do presim telefonat. E ula, dëgjoj tani. Po. Kam për të mbyllur dokumentat e burrit. Burri më del në pension në datën 12 korrik. Kur mund t'i mbyll dokumentat tani? Kur të duash ti, ose në 12 korrik, ose në gusht, ose në shtator, mjafton të jetë aplikimi brenda vitit, ose më përpara. Po më sama se digjim si puna ime, Klodi, se ka folur 3 herë, 4 herë të hyue dhe ka marrë zgjidhje nga ana juaj. Po, shumë faleminderit. Mire pas kam adresuar, unë 4-5 herë rrugëzidhje edhe kjo. E nderuar, aplikimi për pension bëhet kur të doj qytetari, që do të thotë, ti mund ta bësh në qershor, mund ta bësh në korrik, mund ta bësh në qershorin tjetër, po s'mund ta bësh në gushtin tjetër. Themi ne që ta bëjmë para kohë 1 apo 2 muaj tim. Kur të doj, 1 muaj para, 2 muaj përpara, datën fiks, 1 muaj më mbrapa, mjafton që aplikimi të bëhet brenda vitit. Po, shumë faleminderit. Dakor, zoj? Faleminderit shumë. Zje të lutem, faleminderit e ty. Luma nën që ju ka rritur. Faleminderit yll. Gjithë të mirat. Mirë, jemi me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Klodi. U le zërin televizori, zotëri, të lutem. Alo. Jo. Urdhëro. Jam unë ai nga Berati. Po. Mua nuk më kanë ardhur, po. Kush ai nga Berati, se unë s'të mbaj mend nga zëri. E mirë. Që more që më tha që shko tek Albania që të pyesësh. Kush jeni, zotëri? Viktor Prifti. Nuk e ke kontrolluar në Albania? Vajta vet atje. Ku? Te i Albania. Po, i Albania s'ka zhurë. Edhe më tha që ty nuk kanë ardhur për të bërë matjet. Unë po bëj qyshta 21. Jo. S'ka lidhje fare. Do më thënë, ti ke aplikuar? Unë kam aplikuar, po. Që është kjo matje? Ja ka futur kotaj. Do më thënë se ke parë vetë? Jo. Një sekund. Ku mi ke nisur dokumentet mua, Viktor? Ti kam nisur me post bile. Për e të parë e kisha bërë gabimat e Euronews, pastaj e bera Euronews. Po, e mbaj mund. Shiko, i nderuar, nuk ka lidhje kjo me mos aplikimin. Pyet dikë aty në lagje të hapi Albanian, ose ma jep numrin e telefonit të marrun dhe të hapim bashk nëpërmjet asaj se nuk ta tregon Albania jam bërë apo si jam bërë matë, si kjo është. Të ta them unë numrin e telefonit. Po. 068 82 82, Po. 95 Po. 752. 752.
Po. Një moment. Okej. Falenderoj. Faleminderit ju. Gjithë të mirat. Nderuar, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhoni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me Klodin. Po, Klodia. Klodi. Po. Jo, pyetje nuk e kam, po më bën përshtypje i gjë se në për vende tjera në Korçë, Shkodër, Tiranë, me sa di unë, Korçë ka vite. E kisha fjalën për ne pensionistët të Durrës, kemi shku ca herë një 5-6 vete atje ke bashkia për punën e autobusit. Pse këtu mos keta bën ne për pensionistën në Tiranë, ka në Shkodër, ka në Korçë, ka. Po është vendim bashkie nderuar. Po bashkia se jepë si përgjigjen. Vetëm ju na jepni përgjigje. Po na jep një përgjigje që kotën. Po pra, shikoj, nderuar, nuk është vendim qeverie, është vendim bashkie ky. Po vendim bashkie, s'ka nek bashkia me pagujt atë. Dhe bashkia e Durrësit me sa duket nuk e ka këtë praktik. Durrësi? Po Durrësi është qyteti i dytë në Shqipëri. S'ka lek me pagujt për ne pensionistët të Durrës. E kuptoj, të drejtë ke ti po. S'mundet me... Po jo, po është çështje vendimi i nderuar, merr Këshilli Bashkiak vendimin për këtë gjë, nuk e marrin. Pra nuk është vendim që zbatohet në gjithë Shqipërinë, është vendim që është politikë e bashkisë që është bërë. Që në rastin konkret, Bashkia e Durrësit nuk e ka. E kupton? Hajde më mirë ne që jetojmë këtu. Mirë, Klodi, faleminderit shumë. Të falenderoj unë ty për telefonatën, ditë mbar. Kaloni një ditë bukur, do të shkojmë me një tjetër telefonues, përshëndetje. Kemi? Nuk e kemi. Mirë, ne do të ndalim një mesazh atëherë përpara se të jemi vonë. Ndalim edhe një herë në pensionet private për të folur për domosdoshmërinë që secili prej nesh duhet të ketë një pension privat në moshën kur të plotësoj atë të pensionit. Por në Sigal ti del në pension 5 vite përpara. Pra të sa vazhdon edhe punën, ti ke rrogën tënde, ke edhe rrogën tjetër nga fondi Sigal, pagesë të cilën ti e ke krijuar vetë, e ke ndërtuar vetë pensionin tënd dhe ke përcaktuar vetë vlerën e pensionit që do të kesh. Pra këta janë elementet të cilët ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tënde, sepse ti thua që mua më mjafton edhe një pagesë 400 euro në muaj në moshë pensioni dhe ti e siguron vetë atë. Sa më herët ta nisësh, aq më e ulët është bara financiare për të kontribuar. Dhe kur them sa më herët, qoftë edhe te një fëmijë, pra mos i bëni fëmijës të vogël fare, po themi, dhurat një makinë që ai nuk e di se çfarë është, në kuptimin qoftë edhe lodër, edhe aty kisha fjalën. Edhe atë do ta ketë, patjetër, por niseni me nga një investim i zgjuar. Sepse ato që bën prindi pastaj do aplikoj edhe fëmia kur të rritet dhe të bëhet vetë baba, në kuptimin e shembullit të mirë. Pra atë që shembull të mirë dhe prindi reflekton vetë në shoqëri dhe në familje. Por si mund të bëhet një fëmijë milioner, do thoni ju, kjo nuk është sekret, por është një disiplinë dhe është kohë. Disiplinë dhe kohë, vetëm në momentin e parë. Pastaj e ke shumë të thjeshtë për të aplikuar dhe duhet fillosh herët, investosh çdo muaj dhe lër interesin të bëj atë punën që di të bëj më mirë, duke u shtuar çdo vite më tepër dhe duke bërë që në moshën 18 vjeçare fëmia jote ketë miliona në llogari bankare. Që këto jo vetëm ndihmojnë fëmijën tënd, por të ndihmojnë edhe ty sepse të heqin një barë të madhe financiare në një kohë ku shpenzimet në atë moshë janë goxha të kripura. Kështu që milioneri nuk krijohet nga rroga, por krijohet nga koha. Mbajini mend të mos harroni, sepse nuk është thjesht një shprehje e cila të motivon, por është një shprehje e cila të imponon të bësh atë që duhet bërë sot, me efekt një të ardhme që vjen shpejt. Dhe të gjithë e dim që vjen shpejt. Ndaj pensioni privat ndërtojeni vetë, pensioni privat është i trashëgueshëm, kemi thënë gjithmonë, ti bën për herë më shumë nga sa kontribuon dhe janë 1001 përfitime të tjera të cilat ju do t'i zbuloni, edhe duke kontaktuar numrin e mëposhtëm për pension privat, ku tjetër se sa më mirë te kompania më e madhe në vend të sigurimeve sikundër është Sigal. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes telefonata e radhës. Kalojmë publicitet, bukur.
Mos harroni dhe oso, ja u sugjerojmë patjetër, sepse të gjithë ata të cilët e kam provuar pas një periudhe torture dhimbjeshme të kockave dhe të nyjeve, jam bërë me njëherë për palestër apo për vrap nga liçeni në Tiranë dhe në vende të tjera jashtë Tiranës. Përdorni oso për dhimbjet e artikulacioneve, sepse është zgjidhje ideale, nuk ka asnjë efekt ansor. Konsultoni po të doni edhe me mjekun, duke marrë 1 apo 2 në ditë në varësi të intensitetit të dhimbjes që keni në trupin tuaj dhe thoni lam të mirë dhimbjeve të kockave. Vim pas pak në pjesën e fundit. Të fundit të programit për ditën e sotme, takimin e kësaj të martës të datës 5 maj, në vijim të komunikimit të drejt për drejt me ju, prej orës 7:30 minuta në 068 60 54 639 068 99 00008 edhe për këto 20 minuta të mbetura të emisionit për ditën e sotme. Kemi telefonat në linjë. Presim pak sekonda për telefonuesit e fundit të ditës së sotme në këtë pjesë të fundit prej orës 7:30 minuta në komunikim të vazhdueshëm me ju përmes 2 numrave të telefonit, por ndërkohë mund të na shkruani si kundër bëni çdo ditë, por rrallë themi në fakt edhe përmes rrjeteve sociale. Mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodin dhe Po Klodja, murdoni. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, se dëgjohemi keq pastaj. Po. Po, faleminderit. Dëgjoj, unë kam një problem kam pasi problem me shëndetin. Para 5 vjetë që kam bërë operacion nga zemra dhe kam dhënë diagnoza. Po. Një po bëra dokumentat për dalë në kemp. Atëherë ishte ligji që duhet kisha 1 vit në 5 vitet e fundit. Ma dhanë një punë, edhe nuk mua aprovo. Tani më kalova në bashki. Në sigurimet bashkisë, si e thonë shëndatë. Edhe më dhanë një pak për 90.000 lekësh vjetra. Një po arrita moshën e pensionit dhe dola në pension të parakoshëm, si thonë, pjesëshëm. Duke para që pagëm, pensioni pjesëm doli 123.000 lekë të vjetra. Mirë po, para 5 mujës, 6 mujës, pësova një traumë dhe u bërë operacion në Tiranë. Operacioni nuk doli me sukses dhe arrita në atë gjeni që më prejnë kamën. Dhe një pëllam bi gjurit nga ajo aksidenti, nga ajo që pësova. Tani problemi është tu, se duke pas pension pjesëm, duke pas që pësova tani, kam 3 javë që kam prej kamën, edhe nuk jam një gjendje për kuptoj vetë tani që a është mundur tani që mjetët në ndim nga shtetja, në kujdestaria, në ndim nga shteti, se në ata që mangën me pensionin. Ndëruar, kjo çështje në rastin tuaj jo, sepse ju përjashtori nga sigurime shoqërore për çështje invaliditeti. Po. Sepse si kundër e thatë edhe vetë nuk e keni atë vitin e fundit siguruar, atë vitin e siguruar në 5 vitet e fundit. Kështu që fatkeqësisht përgjigjja është jo dhe ju do keni vetëm pensionin. Po, do më thonë, nuk përfitoja asë gjë. Jo, ndëruar, përveç pensionit jo. Ose pasaj të marrësh prap invaliditet nga bashkia, po edhe në këtë rast nuk trajtohesh sa kohë ke marrë pension. Po, nuk ka mundësi një ndim nga shteti, për shembull, nga bashkia, apo... Sa kohë jeri në pension, për fat keq jo, ndëruar. Po. Në vjen keq që t'jap të përgjigje, por më mirë të them të vërtetën. Të falenderit. E do të falenderoj të shkuara. Të falenderit. Dhe më të mirat nga tani në vazhdim. Falenderit juve. Presim tjetër, telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si Klodi, jam një qytetare. Po pse ike? Aj. Na merë prap zoj, nuk e di pse të la linja direkt. Ndoshta nga... Alo? Mirëmëngjes. Me Klodin po flas? Po, Klodja, më urdhoni. Ashtu. Tani unë jam një banore nga Elbasani. Dhe kam një hall dhe kam marrë para disa kohës. Kam një hall me shtëpinë që kam bë, e kam bë me leje ndërtimi, kam marrë statusin pas 3
E kam ba me leje ndërtimi, është 210 metra qeshme. Mirë po bana një palshkall jashtë projektit, në tokën time, nuk kam as lloj deformimi tjetër. Dhe kisha dhënë një oborë, ne aty ku ishte dhënë leja ndërtimit, sheshi ndërtimit, për shembull. Një oborë prej 300 metra, të po gënjej, 300 metra. E thurme është, në rregull, dhe hyrje, dalje, gjithë projekti me fytyrë nga jugu dhe lindja. Na duhen këto, më thuaj problemin e dashur. Na duhen, tani, më thuaj problemin. Me kanë heq, vjen firma, dhe me kanë heq, kur vete të ndjerë ujrat e shtëpisë, mi kanë deformu, jo ne i ku adhanë mas lejes ndërtimit, mi kanë çu në kratë kundërt, kratë tjetër. Shteti, ujësjellsi, kanalizimet. A di ku ka çuar për të gjithë? Rrugën që ishte, që më deklaru ke leja ndërtimit, rruga, e kanë prish, firma që bani pallatit, hoqën kanalizimet, edhe më kanë deformu në bashkëpunim, dhe dijet. Me thotë, ne jemi të thjesht, ata janë ujkë më dhej, edhe mu mi kalu në vend tjetër, mi kanë kalu vetë, hoqë kanalizimet, me kanë marrë dhe oporit, ka legalizu rrugën, që ma dhanë me likë. Zonje, kuptova, po ideja është kjo e kanalizimeve, e ujrave të zeza, nuk është më vete për secilin, sidomos kur bëhet fjalë për lagje dhe komunitete, ato mblidhen në një vend grumbullimi dhe pastaj nëpër tubacione kalojnë, nuk është se e keme gropa septike, e kupton? Shtarguar. Mirë, presim tjetër në 068 99 00008 dhe 068 60 54 69. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Urdhëro zonjë. Me Klodin flas? Po. Jam një qytetare nga Tirana, dije të mora në telefon më the dërgo dokumentat. Ku ti dërgoj? Ajo adresa aty poshtë që shikon në ekran. Cila adres? Klodi Karaj. Karaj? Po. Po ti del me Instagram aty? Në Instagram i nis. S'ke. Në Instagram ti nis? Do shqyrtohet që si a ime të lutem, Klodi, se kam kaq kohë dhe nuk po marrë përgjigje nga kadastra. Zoj, më nisi dokument aplikimi që të pyes dhe të marrë informacion se çfarë ka ndodhur. Okej, faleminderit shumë. Asgjë të lutem. Mirupafshim. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëro. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. I përshëndet për emisioni. Shumë faleminderit. Sot dësha flas për dy gjëra. E para, vajta gjithë morë anëzgjon. Po të dëgjoj shumë mirë, madje. Vajta gjithë morë ilaçet e farmacia, dhe kishin heqën ilaçin e azmatikut. Ashtu, a? E kishin heqën nga çakullimi, ilaçi Miflomide. Si quhet edhe një herë? Miflomide. Po, e kanë heqë nga i çakullimi. Po pse? Nuk e di, farmacistë e sa është heqë nga çakullimi, edhe ngele pa e morën. E gjitha, zoti Klodi, edhe ju e jetën në reklamat të lashin sosas, unë konsultova me farmacistin gje, pra të lashin se jetë në reklam ju sosa. Së është sosa këj? Po. Unë konsultova me farmacistin dhe me tha, mos të nërë, të nuk të bën, asë një... Tani kjo që bën është e turpshme, me thonë drejtën, me gjithë respektin. E di pse? Ma lër pak, ma lër. E di pse i nderuar. Kjo që bën nuk është korrekte, është turpshme. Ja, po më dëgjoj pak tani, më dëgjoj. Një grup që i kontrollon këto... Ja, më dëgjoj pak, më dëgjoj. O, i nderuar, dëgjoj pak, dëgjoj. Dëgjoj tani se... Po, ja pra, më dëgjoj pak, se kjo që bën është goxha e turpshme, me thënë drejtën. E di pse? Sepse farmacisti ka hall të shes ato të vetat atje. Dhe ky produkt, prandaj nuk shkon në farmaci. Ky produkti prandaj nuk shkon në farmaci dhe shet vet kompania se ja ç'a bëhet.
Dakord? Farmacistët heqin këtë nga qarkullimi, ilaçin e astmës, se duan shesin ilaçet e tjera. Mos I futemi këtij diskutimi pastaj, dakord? Okej, dakord, po unë do të shkoj tek specialistët interesohen për këtë punë. I dashur, të uroj shëndete të mira dhe kalosh bukur sot. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Duhet të nga një problem të në qytetin e Durrësit. Po gjithë këto probleme trafiku që ka, si kjo bashkia, kjo policia rrugore, gjithë këto makinet të prishur që rrinë blokojnë rrugët, parkimet. Të gjithë këto makinet që shiten nuk ka bllokuar gjithë lëvizjet, është një gangrenë e madhe. Ka që pa mundur që e ka me vendosë rregull në një qytet kaq të madh, në një zonë turistike. Shumë e vërtet. Ka pasur disa herë aksione, me sa duket prap nuk është. Sa po kanë bërë njoftimet, më para drejtorisë policisë aty që ndrojnë makinet e prishura dhe asisë, kelet me vë njoftimet vetëve në spotoa. Po ashtu vje sezoni turistik, s'ke ku parkon, s'ke ku shkon, është qamet I zi. Jo, bërë shumë që ngritet, patjetër edhe ne do t'i japim të njëjtën peshë. Falenderoj shumë edhe për telefonatën, ditë të këndshme. Okej, jemi në 10 minutat e fundit, programit për ditën e sotme, në 8:40, edhe disa telefonues të tjerë deri në përfundim, si zakonisht në 068 60 54 639. 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi. Alo. Jo. Jam I dëgjues nga qyteti I Fierit. Kam një hall të madh shtetëror. Ule zërin e televizorit një herë të lutem. Ja ta ul fare unë. E ulu fare tash, ke drejt. Ja. Edhe jemi dy familje komuniste. Ule, zërin. Se di ku ulet, te pulti. Ule zërin e televizorit në zero. E ule zero ule. Ule more zotri, se unë dëgjoj veten time. Ule, o zotri. Po jare. Ule more në zero. Ore, unë nuk të shikoj qa bota ty, unë të dëgjoj. Ule zërin televizorit dhe të flasim. Ja, po ule Klodi, po s'po ulet me. Fike more ule në zero, si nuk ulet më. Do ta mbyllë atë telefonin. Po qa do bëj, po në përën do të atë, po dilë më jashtë. Ule zërin e televizorit. Ja, e ula, e fundeshte. Jo, se ke ullur, ja. Tani do ta ulesh apo jo, zotri? Se s'është normale kjo. Alo. Ja, e ula. Më në fund. Ka që vështirë ishte më? E ula. Ashti, ne kemi zërë një qerje në 92-shit ka plakosto një me tyra. Po. Qerja, kemi qipit në 92-shit. Në ka futur bashkia, urbanistika, komiteti, kryetari bashkis. Po. Ashti, dy familje këtu që s'kam prona fare. Kam bërja dy gjyqe falso. Dhe kam marrë një vendim në Fier, në Vlorë nuk morën në ekzekutimi, për dalë po e lanë në gjendën të pashme, dhe kemi gjyqin në gjykatë lartë. Kemi fituar 5 herë lërim dorëzim sendi. Sot kanë dalë, kanë thurur portën, me ka pru gardë një mundet të shpisë, kam gjenur izoluar. Ka pa kryetari me bashkisë, dije I thash Armandos, Armando më tha mua, ajo e kam blerë ata si e kam blerë punë e tyre, e ka qenë kryetari parë, ik në gjukata mua, merë vendim në gjukatës, dhe qoja policisë. Ashtu duhet tani? E mora, vendimin e ka pëtuar policisë. Okej, ke marrë përgjigje, ke marrë sjalim nga autoritetet? Apo akoma? Po flisin tani, zotëri, ju lutem. Lërgua. Kemi tjetër? Të dy. Po mirë, presim pak për telefonatën e radhës, mirëmëngjesi. Gjesë, Klodi. Urdhëro. Përshëndetje. Përshëndetje. Si mund veproj të marrë tapin e tokës të gjyshit? Duke aplikuar.
E ki Albania? Po. Ska rrug tjetër, ha? Ska tjetër. Sa ati ke kadastër e rrethit, nuk të lenë, jo të marrësh përgjigje, po thot nuk ka njeri këtu dhe ikë mbaroj puna. Qiko, ka një ranë më mirë që s'të lënë, se shërbimi bëhet aty online edhe në rregull është. Ty Vlodi është e pamundur të takoj Vlodi. Po nuk jam jo frymor, nuk kuptim, nuk jam i mbi natyrshëm. Njeri jam unë, patjetër që mund të takosh. Jo, di pse ta them këtë. Se ne kemi moshë qik të madhe dhe zime dhe ta aplikojmë te Albania, prandaj. Shiko, tani kjo e gjyshit është dhe kur them në Albania, nuk është se duhet ta bëni vetë këtë si aplikim. E para ty duhet me patjetër të shkosh te një noter një herë. Nëpërmjet noterit. Po patjetër, sepse ka shumë dokumente që duhen në kuptimin e trashëgimtarëve, atyre që e kanë pronën, atyre që u lindet drejta për të aplikuar për pronën, se ti je nipi i gjyshit. Po për shansin tim të mirë, gjyshi s'ka patru vlla, babai s'ka patru vlla, edhe unë vetë s'kam vlla. E ti je vetë? Edhe unë vetëm edhe babai ndjes pas, edhe gjyshi ndjes pas. E kuptova. Po nga ana e nënës? Nuk kam pretendent. Nuk ka pretendent. Jo. Po pra, prandaj thashë duhet noter sepse para duhet përcaktuar statusi aktual i pronës. Kush e përdor sot atë pronë? Ti e ke? Pa, kam dhe unë tash jam transferuar jam këtu në Tiranë, bile jam afër punës tande, aty ka ora gjysmë në shtëpi. Shumë mirë. Po jam nga i fshati Burreli, prandaj po. Kush e ka pronën? Kush e përdor sot? Unë e kam ato të si të them aty. Ja ke lënë ti domethënë. Po, ja kam lënë unë, aty e kam shive që janë aty në fshat. Të thash, për 10 minuta mbaron punë të një noter, sepse do duhet përcaktohet statusi i pronës që i bën ai aplikimet me kodet për kace dhe 5 minuta si bën do të punë aplikimet. Noteri. Asu nuk i bëj dot se janë kodet e noterit, e kupton? Të rujt zotit të ecë mbar. E mbaron shpejt, mjafton një noter këtu në Tiranë, duhet të kesh tu afër punës, afër shtëpisë, po themi. Kështu që bëje dhe asnjë problemi s'ka pastaj. Të rujt zotit. Faleminderit edhe ty. Faleminderit shumë për telefonatën, presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Ai numri i Sigalit kot që pa e nxjerr aty as na përgjigje as na bëhet as. Pse mo? Të kam marrë një në telefon, të kam lënë numrin e telefonit. Edhe ata të kanë marrë, po si ju e përgjigjur? Jo, nuk më kanë marrë. Po pra? Po jo, unë telefon ka kërkoj kam e vete. Unë flasë për ditë me të njëjtin numër. Se di, frinat nuk ka, por unë nuk e di në këtë në telefon. Ja ku jemi, çdo ditë flasë me të njëjtin numër në... Edhe unë çdo ditë e marrë të numrin e Sigalit, edhe nuk më dhe. Ja do t'i... I dhe që zilja edhe nuk më dhe. Do t'i bjem bashkë tani direkt. I bjem. Do t'i bje unë. Biri. Të pres telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klod. Urdhëro. Si pa e kalon. Thjesht mora për temën e ditës, bësh një dy llafe më bet me ty. Aha. Edhe po më thuaj, cila është tema e ditës për sot? Po ti që thua ka marrë për temën e ditës, duhet ta kesh mësuar temën e ditës. Jo, se kam kuptuar se kupton, pas nga televizori kafe, se dhe thjesht nuk po të dëgjoj. Thjesht po të shikoj. Shife në televizor, ka tema aty? Ja, televizor aty. Televizor aty. Tul me armë, po. Tul me armë, po vëllai. Fationi, iki me tjetër. Po, më thuaj. Po, ta them unë. Telefonata mirëmëngjesi. Si a dilni dot me kështu me këto gjëra me mua, e dini ju. Kështu që presim edhe për telefonatën e fundit 068 99 00008 068 60 54 639. Se bini vetë në aty prandaj. Mora për temën e sotme, thotë cila është tema. What the? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. U lezoni televizorin të lutem se jete telefonata e fundit, s'kemi shumë kohë. Zonjë. Gjë, do të morë edhe i herë. Të shtesat që janë bën një janar. Po. Unë 180 204.000 lekë kam i qithë ata.
Pse Edi Rama nuk e cilësoj se eliminimet. Gjithë pensionistat, njëni 10, njëni 10, njëni 20, njëni 18. Ai nuk e cilësoj se dhe i heshin. Pse na hoqen me sigurimet? Pse i hoqen? Cila Pse sigurime, nuk ma japin mu, për shemë, 10.000, 8.000, 6.000, sa të më takoj? Për çfarë, zonjë? Për pensionin pra. A e merr? Po pensionin e morën, po shtesën pse se mora të janarit që ushtu. Kur ke dalë në pension, zonjë? Unë kam pension familjar. U kisha timin e kalovat burrit, ka 18 Po, sa leke ke pensionin familjar? 176 është si pension, me gjithë shtesa, drita... Jo, me të gjithë. Po, nuk e përfiton, zonjë. Po pse se përfiton? Nuk e përfiton sepse pensioni familjar nuk do shkoj, pensioni familjar me këtë formulë nuk shkon më shumë se sa 180.000 lekë të vjetra. Po pse nuk shkon? Po se kështu e kanë vendosur me ligje dashur, ë? Ai nuk e cilësoj ato si kanë familjarë 180 nuk dhe përfitojnë. Ai tha e përfitojnë gjithë pensionistat. E drejtë dashur, por që kështu vendos. Po pra po. Kretë përfitojnë. Ësakt. Ai nuk i cilësoj. Pse i cilësojnë sigurimet shoqërore këtë punë? E drejtë është zonjë, por që nuk kështu vendos edhe fatkeqësisht nuk jeni pjesë e kategorisë përfituese për pension familjar, sa keni mbi 180. Na vjen keq. Faleminderit e dashur, jam i detyruar ta mbyll sepse do përfundojmë edhe programin për sot. Mirë takofshim në të tjera transmetime.